diskutohet budalliqet e politikës do të thuash. E pa diskutueshme. Shqipëria ka hecur se s'ka ku të shkojë. Nuk e shikoni ndryshimet që janë bërë. Ti e vajzëre, pse e bën këtë pyetje? Apo të ndodhet të politika? Pakisë. Se pa diskutueshme, çfarë socializmi? Nuk kam jetuar jashtë. Çfarë ndryshimi ka? Ka drejtësi s'ka korrupsion për shumë. Pse atë s'ka nga Shumë? Jo, s'është e vërtetë. Vetëm llafet e politikës, ata që duan ta lënë Shqipërinë mbrapa. A do futemi në Bashkimin Evropian? Futemi patjetër, se ne në Evropë jemi. Jemi plotësuar kushtet? Kushtet tamam nuk janë plotësuar, po Çka ka ngelur pa u plotësuar për shembull? shumë ka ngel shumë pronat e kupton. Edi Rama ka thënë që do futemi tani afër në Bashkimin Evropian. Pensionet. Europiane? Patjetër që do futemi. Kur? Diskutohet. Po 30 është me pakta, pastaj edhe mund të vazhdoj edhe në tutje, nuk i dihet. Rama ka thënë në 2027 maksimumi do futemi. Po në 2027 do pranohen këto njëri. I kemi plotësuar ne kushtet që të pranohen? Po do plotësohen. Pse janë plotësuar deri tani si thua ti? Për hir të qeverive. Qeveritë nuk kanë punuar për këtë punë. Tani ky po punon pak më mirë. Ky punon më mirë se tjerët. Patjetër që po punon më mirë. Edhe ndoshta Çka ka bërë më mirë për shembull? nga gjithë anët. S'mund t'i marrë tash të gjitha. Nga gjithë anët ka punuar më mirë. Edhe besoj që do realizohet kjo ende.